Unë I kuptoj drejt shqetësimet, dhe ndoshta në situatat e tilla kemi qenë shumë prej nesh, qoftë me deklarimet tona, qoftë me deklarimet e tjerëve për ne. Por ju duhet ta kuptoni që Kosova është në një proces të pakthyeshëm dhe duhet ta kuptoni që interesi I qoftë I Jablanovicit, qoftë I të tjerëve është I tillë që e dim së bashku të gjithë. Në kushte normale sikur të kishte deklaruar për së afërmi, jo aq shumë, një ministër shqiptar do të duhej që të mos paraqitet më në punë. Në rrethonat në cilat jemi tani mendoj që edhe nëse ministri mund të jap dorëheqje nesër pas nesër ose kur do, ose mund të rezistoj, duhet të jetë një proces cilin duhet të organizoj vetë kryeministri që e ka të drejtën e shkarkimit. Mendoj që ai ka gabuar ranë dhe nuk ka fyt gjithë ata, më ka fyt edhe mu personalisht, edhe juve të gjithëve, dhe duhet ta shohim se si do të veproj kryeministri, por nuk është e lehtë që të veprohet njësoj si për një ministër që është I komunitetit serb dhe është I garantuar në një farë mënyrë për pozicionin e tij si për një ministër të kabinetit që është shqiptar. Do të jemi të hapur me ju se kështu është situata.